i zvogluam klasat. Ja i ndam pasaj e dy stade, nga klasa e 7 në klasën e 9, pasaj nga klasa e 10 deri në klasën e 12. Ja i bëm nga 20 vet, ja i bëm me kujdestar. Prapë më e rëndësishme është delegimi ose mos delegimi i përgjegjësisë fëmijëve nga vetja e tyre. Nuk e pse ai fëmijë si do bësh këtë. Do të thonë ti do bësh këtë. Zotri. Po të pyesësh çdo prind për shembull, ose jo se unë njoh çdo prind, po mirë, po e kthejmë mirë nga ana ime. Po të pyesësh mua, unë mendoj se një fëmijë, gjë që për mua duhet të jetë detyruar gjatë gjithë kohës, duhet të jetë shkrim, këndim, lexim, normalisht, gjuha shqipe. Kur flas për gjuhën shqipe, unë nuk po flas fare për ato budalliqe që bënim ne me vepra literale, jo Don Kishoti me shokë budalliqe. Shkrim, këndim, një e detyruar. Historia e plot. Edhe kur them e plot, jo kështu që ne nuk dim asnjë gjë se çfarë është bërë komunizmi. Prandaj janë akoma individa sa ashtu gjyqan. Që vjen akoma bredhin pas e Tiranës se pas Lulzim Bashas me kulti individi. Se komunizmi në Shqipëri në tekstet shkollore nuk është gjë kundin, nuk e dim fare çka kanë, nuk e dim fare se sa veta janë vrarë. Të paktën ato kurrikula kur kam qenë unë. Ne nuk kemi jashtëzakonisht shumë pak në kohën pas romake, kemi jashtëzakonisht shumë pak kohën pas bizantine, ne mësojmë mystinare, ne nuk mësojmë kush jemi vetë. Për hakun e doktrinave greko-serbe ortodokse, ne kemi lënë identitetin tonë më një. Nëse kjo është një monolog tjetër që të bërtasun të dëgjojnë malet edhe me murin flas. Po gjeografia e treta është pavarësisht se duket si budallik, gjeografia jep një sens orientimi më valla. Të jesh 10 vjeç, të jesh 15 vjeç, 25 vjeç, 30 vjeç, do ta kesh kënaqësinë nëse do njohësh një person dhe ti e di se ku gjendet shteti nga vjen ai. Është ndjesi shumë e bukur. Ata që kanë provuar mund ta konfirmojnë në çdo kohë. Edhe sa sensi e muhabetit, kur ti di diçka për kulturën e tyre, sa i bëhet qefi. Nuk po flasim për Franca, për Italicën, e për Gjermanisë, ato i bëjmë në shkollën. Po kupton, të dish të paktën ku ndodhet një shtet i huaj, një dytësor. Nuk po themi të bëhen të gjithë një, po të ketë secili një lloj ndërtimi, domethënë që të di ku jemi, çfarë po bëjmë, e kupton? Të di informacione, kupton, të di se si ku janë malet, ku janë fushat në Shqipëri, kupton, ku janë lumen. Është katastrofë, nëse mua më ka rënë rasti për shembull të bëjmë muhabet edhe me shokët e mi, që kënaqesh, që e din fiks, domethënë se kush luminat to, çfarë bëhet tu, çfarë bëhet atje, ka pasur raste edhe me individë të tjerë, domethënë që nuk i di ku i bie lezha. Që është fatkeqësi më burrë. Mos e dish vendin tënd është nuk e di unë. Etika pasaj. Që na mungon. Etika. Ti kur e ke hequr, domethënë e ke bërë shkollën laike, do t'i japësh një mënyrë robëve, do t'i paraqesh një mënyrë të sjelljes. Thonë pse do të sillesh ashtu siç duhet të sillesh? Pse sjelljet e mira quhen të mira? Edhe pikërisht këto dhe jo të tjera. Që janë në vakum për momentin, nuk ka asnjë lloj gjëje për ata individ. Do t'ja parashtrosh këta mund t'i marrësh profesor nga më të ndryshmi ti. Këton, etika është shumë e rëndësishme, nuk duhet të mungoj. Për mendimin tim një nxënës në të gjithë ata të shkollën e tim duhet të ketë bërë minimumi 3 vite etik. Minimumi 3 vite etik. Që mund të ndërthurësh me tema filozofik, me tema mendimi, tema stoik, apo ku ti qovë. Po që duhet a lidhesh, sepse duhet ja japësh atë aftësinë, në sensit që të mendoj vetë avrasi vetë mendin, që pse është kjo kështu? Po pse s'do ta vrasur Robin, apo pse s'do ta shaj, apo pse cilo. Normalisht kjo për adoleshentët është e vështirë, më. Po që duhet
mua më duket se kur i vlerësojmë fëmijët, e kupton, se fëmijë janë s'din çfarë bëjnë. Jo, më zotëri. Shumë ke lënë ti një të plasit rrut vet ai edhe pa të peqë çdo gjë. Edukimi fizik pastaj që në moj ku thërret Xhameti. Në rritur pak ndryshe nga të tjerë, domethënë, po shikosh brezat që janë rritur tash që po dalin me shumë se gjysmë obez, domethënë, po ato siç e kam thënë të sungjeri që një shoqëri konsumatore e degraduar, domethënë se nuk e di fare se ku po vemi. Edukimi fizik, për mendimin tim, edhe jam shumë pozitiv për këtë, duhet të jetë me detyrim që duke filluar nga klasa e 6 ose nga klasa e 7, si dhe një vetë. Duke filluar nga duhet të jetë me detyrim. Duhet të jetë 2 herë në javë minimumi, për mos them më shumë, dhe edukimi fizik duhet të bëhet me kuota. Me kuota flasim për sa je i aftë ta bësh këtë gjë, sa shpesh apo sa mirë apo sa bukur, nga personat normalisht që janë të edukuar për atë punë. Dhe kur flasim për edukim fizik, nuk po flasim tani për personat që janë azmatik apo s'kan krah apo s'kan kemë, kupton se dalin gjithmonë këto lloj argumentash budalliqe në, po thënë për individin bazik. Për individin bazik edukimi fizik duhet të jetë me detyrim dhe duhet të luajë rol në çfarë do lloj shkolle të futesh ti. Se kjo është jashtëzakonisht shumë janë shkaluar kjo. Duhet të bëhesh inxhinier, duhet të bëhesh avokat, duhet të bëhesh jurist. Edukimi fizik ty duhet të shifet para se të futesh në shkollë. Se të gjithë personat ose shumica e personave që kanë një shëndet fizik ose një aktivitet fizik më potencial, do kenë dhe një aktivitet të trurit më të qetë. Sepse është biologji. 1+1 bëjnë 2. Jo se biologjia merret me 1+1, po për faktin se thjesht të marrin më shumë oksigjen, është kaq e thjesht, kupton? Truri i tyre merr më shumë oksigjen. Pik. Mendimtarët më të mëdhenj, domethënë, gjatë gjithë kohës izoloheshin, rinin vetëm edhe merrin aktivitete fizike, iknin, esnin me mira kilometra apo ndërtonin budalliqe që gjëra që i fusnin oksigjenin në trup, që i lodhin fizikisht. Ai lloj meditimit evropian. Edukimi fizik është përtham, është fatkeqësia më e madhe. Nga për duke lidhur me gjuhën në shifet pasaj dhe me leximin, me shkrim këndimin, me veprat e artit, për mendimin tim duhet të bëhen me nëse do futesh në kurrikull, domethënë vepra arti ose vepra letrare, poezi, poema, tregime, proza, libra, romane, novela, ku dëgjon. Unë se di fare se si janë ndarë ato. Fut shqiptare më plak. E kupton? Që lexojmë ne jemi në fund të dunjas, ne lexojmë Cervantesin, e kupton? Ne lexojmë Cervantesin kur shumica e shqiptarëve nuk din 2 rreshta nga Ndjeç Fishta apo Ndre Mjeta apo ku dëgjon, vëja emrin vet. Ne bënim debat kur kemi qenë të vegjël, o zoti i madh, për zonjën Bovary, kur ne nuk dim Jeronin Deradën, e kupton? Që na ktheu identitetin që na e kishin marrë. Ne jemi skëter fare nga kjo. Edhe për të gjithë ata që duan Cervantesin e Don Kishotin me aq shumë, bëja lënë me zgjedhje olla. Bëja lënë me zgjedhje. S'kam ndonjë pse lexoj Sanchon me budalliqet e tij, me Gomarin, me çfarë janë këto. Literaturën e huaj bëja lënë me zgjedhje, ata që kanë qejf të vënë të plasin kokën atij, ç'më duhet më me ato. Edhe kjo është më e thjeshtë për të bërë në kurrikul, se ti kur nëse do bësh gjeografi, nëse do bësh historinë, nëse do bësh edhe gjuhën shqipe, do ta ndërthurësh me historian, edhe me poet shqiptar. Është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë për të vetmi fakt se ata që kanë bërë gjuhën në Shqipëri, ata që kanë bërë poezi, ata që kanë shkruar proza, kritika, gazeta, lobinge në politika të huaja, ata kanë qenë pothuajse të njëjtin njerëz, kupton? Ajo është stres që kemi pasur, aq pak sa kemi pasur që kanë qenë të shkolluar, edhe ka shkruar, edhe ka kënduar, edhe ka bërë politik, edhe ku di unë, edhe ka bërë fe, edhe kanë përkthyer Bibla e drejtë shejtan. Ne i lëm jashtë këto. Shumicën e historisë e kemi mësuar me gjuhën shqiptare, e kupton? Ne jemi ku thret Xhameti.
Në vend që shumicën e historisë ta mësosh që të jesh kur të dalësh në jetë të dish te kush je, nga vjen, ku i ke të metat, çfarë duhet përmirësuar, ne na duhen minimumi një ndërtim arsimor i dytë prej 2-3 vitesh e emisione që ne të kapim realitetin. Kjo nuk është era e fundit që unë do flas për këtë, se mua kjo çështje më intereson jashtëzakonisht shumë. Sot po e lëm me kaq edhe herë tjetër të dëgjojmë përsëri për këtë temë. E kam vërtet shumë të rëndësishme dhe dua që të ngrihet një diskutim për këtë. Sikur një më shumë të dëgjoj këtë nga ato të tjerët, edhe sikur tjetrin që do vinë amra pa të dëgjoj një më shumë se sa të dëgjoj këtë. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Faleminderit edhe të mirë.